Qumshti dhe kosi i markës Lufra kanë vetëm ngjyrën e bardhë. Nga analizat e kryera nga gazetarët, analiza që përputhen edhe nga kontrollet e AKU-s, ka rezultuar se qumshti dhe nën-produktet e tij si kosi, djathi dhe gjalpi të markës Lufra kanë në përmbajtje niseshte, qumësht pluhur, ujë dhe sidomos vaj palme, madje aflatoksin, megjithëse në etiketat e produkteve reklamohet se përbërja e tyre është me natyrale dhe yndyr qumshti natyral, shkruan portali Prapaskena. Të njëjtin aktivitet kriminal kundër shëndetit të popullatës me qëllim fitimi ushtrojnë edhe kompanitë e tjera, Erzeni, Mireli, Ajka, Gjirofarm e të tjerë. Arben Dreka është një nga bosët e mafjes së qumshtit dhe nën-produkteve të tij. Në të gjitha analizat e kryera nga gazetarët investigativ, produktet e markës Lufra dalin më të kontaminuarat me kimikate. Analizat reflektohen edhe në denoncimet e qytetarëve. Lufra është denoncuar shpeshherë nga qytetarët në rrjetet sociale, qumësht e holluar me ujë, të skaduar dhe me aflatoksin, një substancë rrezikshme kancerogjene, për të rregulluar paksa reputacionin dhe për të dukur më të besueshëm para shqiptarëve. Kompania Lufra përdor si modele lopën Lara, për cilën shprehet se është zonja më punëtore e fermës, që sjell prodhim të freskët në tryezat tona. Në fakt kemi të bëjmë me një mashtrim. Lufra nuk ka as lopë dhe as dele, ka vetëm fabrikë që bashkon kimikate, duke i shitur për qumësht kos, dhall, djath, gjalp e të tjerë. Nga kontrollet e kryera në territorin e Vlorës, AKU ka zbuluar se produktet e kontaminuara i përkasin 2 prej markave më të njohura në vend, Lufra dhe Erzeni. E 26 mostra të marra nga janari deri në prill 2025, 10 prej tyre kanë rezultuar pozitive dhe sipas specialistëve, 40% e qumshtit të kontrolluar ishte i kontaminuar mbi normat e sigurisë ushqimore. Aflatoksina është një toksinë e krijuar nga myku që rritet tek dritrat, misri dhe gruri. Kur lopët ushqehen me foragjere të kontaminuara, aflatoksina sekretohet më pas tek qumshti që prodhojnë. Konsumimi i qumshtit me aflatoksin ka pasoja të rënda për shëndetin e njeriut. Sipas OBSH-s, aflatoksina është kancerogjene e grupit të parë, rrit rrezikun për probleme në molçi, njëkohësisht dhe të veshkave. Kjo substancë është e njohur për efektet e saj kancerogjene dhe gjenotoksike, veçanërisht të rrezikshme për fëmijët dhe konsumatorët e rregullt të qumshtit. Çdo vit në Shqipëri futet përmes pikave doganore rreth 3 milion litra vaj palme. Në vitin 2024, Shqipëria importoi një sasi galopante prej 2.9 milion litrash vaj palme, që përdor masivisht në industrinë e përpunimit të qumshtit, të ambalazhuar dhe nën produkteve të tij. Sipas ekspertëve të sigurisë ushqimore, kjo është një praktikë që po zëvendëson gjithnjë më shumë përbërësit natyral në një përpjekje të industrisë për të përballuar mungesën e prodhimit vendas dhe kërkesën gjithnjë më të lartë, sidomos gjatë sezonit turistik. Ekspertët sinjalizojnë se rënja drastike e numrit të gjetëve në vend ka çuar në një krizë të prodhimit të qumshtit të freskët. Përballë kërkesës në rritje, sidomos në periudhat e fluksit turistik, industria ka zgjedhur rrugën më të lirë, por më të rrezikshme, shtesat artificiale. Vaji i palmës për shkak të kostos së ulët përdoret për të rritur volumin e prodhimit dhe për të ulur çmimet, por ky kompromis ekonomik sjell me vete rreziqe serioze për shëndetin publik, sidomos kur përdoret në mënyrë të fshehtë, pa transparencë në etiketim dhe pa kontrolle të mjaftueshme nga institucionet shtetërore. Rasti i vajit të palmës nuk është i vetmi që ka tronditur besimin e qytetarëve. Shqipëria është përballur me një sër skandalesh ushqimore të përsëritura, nga mandarinat me pesticidet e luleshtrydhet, mishi i pulës i kontaminuar me salmonel e të tjerë. Fondet e akorduara nga Bashkimi Evropian dhe taksa paguesit shqiptar për bujqësinë kanë përfunduar në duart e bosëve të krimit dhe drogës, oligarkëve, sekserëve, familjarëve të politikanëve e të tjerë, por edhe të biznesmenëve që mashtrojnë me qumshtin dhe nën produktet e tij, ndërsa fermerët e vërtet kanë mbetur duar bosh. Kjo është arsyeja sepse Brukseli njoftoi Shqipërinë për ndërprerjen e këtyre fondeve, pas një raporti të Zyrës Evropiane kundër mashtrimit, OLAF, institucion që heton dyshimet për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian. Nga fondet për bujqësinë ka përfituar edhe Piro Karanja i kompanisë Gjirofarm, i skeduar për kosme fekale, mashtrim me pasoja të rënda dhe produkte skarco, bashkë me pronarin e Lufra Arben Dreka, kompani të denoncuara her pas here për mashtrim me produktet e Bulmetit, për përzierje me vaj palme, niseshte dhe pluhur qumshti. Rreth 800.000 euro ka përfituar kompania kriminale Lufra, shkruan Prapaskena, nga fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë. Rreth 600.000 euro ka përfituar nga buxheti i shtetit.